Dhe shkojmë tani tek lajmi i radhës, tek një nga artistet e preferuara të shumë brezave, kush nuk e njeh, flasim për Shakirën. Kush do ta shoh, të dëgjoj me vëmendje, të shkruaj datën, të marr parasysh biletën edhe gjithçka tjetër duhet të bëj, sepse koncerti nga Shakira do të jetë falas. Kjo është e përmbledhur, megjithatë për më shumë detaje po vijoj. Shakira do të mbaj koncert falas më 1 mars në sheshin qendror Zokalo, pra kemi vetëm pak ditë kohë, nuk na mbeten shumë ditë, është dita e sotme, janë ditët e mbetura të javës, pastaj në shtunën jemi në 1 mars, kështu që nëse duhet dhe keni dëshirën të ndiqni Shakirën nga afër, pa paguar para, duhet të nxitoni. Është në fakt një bashkëpunim që vjen me autoritetet e Mexico City, lajmi u konfirmua nga vetë artistja dhe zyrtarët vendor, duke rikthyer një traditë koncerteve masive që zhvillohen në këtë hapësirë ikonike urbane. Në një video mesazh në rrjetet sociale, Shakira kujtoi performancën e saj në të njëjtin shesh në vitin 2007 dhe njoftoi rikthimin përpara publikut meksikan. Koncerti vjen në kuadër të turneut të saj botror Las Mujeres Ya No Lo Harán, nuk e di a lexova saktë apo jo, po do përpiqemi nëse na del prap rasti ta lexojmë. I cili ka rezultuar jashtëzakonisht i suksesshëm në tregun meksikan. Se ka një problem me këto këngët e Shakirës apo të ndonjë artiste tjetër latine. I këndon bukur, po zorse mund t'i artikulosh pastaj kur i gjen në një tekst. Artistja shiti mbi 12 data në stadiume, me rreth 780.000 bileta të shitura dhe mesatarisht 65.000 spektator për natë gjatë shfaqjeve të mbajtura në shtator. Këto shifra përfaqësojnë patjetër një rekord pjesëmarrjeje dhe konfirmojnë peshën ekonomike që industria e eventeve muzikore ka si në aspektin e turizmit, ashtu edhe në shërbimet mbështetëse si hoteleria, transporti dhe tregtia me pakicë. Zokalo, një nga sheshet publike më të mëdha në botë, është përdorur shpesh për koncerte falas me pjesëmarrje masive nga artistë ndërkombëtar si Justin Bieber, Rosalia dhe Los Fabulos Cadillacs, aktivitetet e të cilëve kanë tërhequr qindra mijëra spektator. Paralelisht, Shakira është shpallur edhe kryesuese e koncertit tradicional publik në plazhin Copacabana Beach në Rio de Janeiro, duke vijuar një seri eventesh të mëdha ndërkombëtare. Albumi i saj i fundit, Las Mujeres Ya No Lo Harán, kryesoi listën e albumeve latine të Billboard dhe fitoi një çmim Grammy, ndërsa artistja numëron afro 80 milion dëgjues mujor në Spotify, duke konsoliduar patjetër pozicionin e saj si një nga figurat më të rëndësishme të industrisë globale të muzikës. Dhe lëm Shakirën, nxitoni të pyesni, të interesoni për bileta nëse doni ta ndiqni falas. Keni parasysh këtë?